A të ka ndodhur ndonjëherë që po rije normalisht, po flisje, po shikoje diçka dhe papritur të ka zënë gjumi? Jo lodhje, jo përgjumje, thjesht errësirë që të përpinë në një sekond. Në bestitnin shqiptare thonë se kur kjo ndodh, trupi yt nuk ka fjetur por është vizituar. Skena nis në dhomë, drita të fikura, telefoni në dorë. Personi është zgjuar, s'ka ndonjë arsye për të fjetur, por papritur që pallat rëndojnë. Shikimi erësohet, si një dorë e padukshme që të shtyn drejt gjumit. Ai bie në gjumë aty kur i ulur, pa paralajmërim. Por brenda atij gjumi nuk ka ëndra. Ka vetëm tinguj të ngadalt, hapa të butë, si lëvizje rreth trupit të tij sikur dikush po i shikon duart, fytyrën, këmbët. Sikur dikush po numëron pulsin e tij, po prek qerpikët e tij, po i vë dorën në gjoks për të ndjerë si rre zemra. Ai nuk lëviz dot. Nuk flet dot, as nuk mund të hap syt, vetëm ndjen. Pastaj në mes të asaj heshtjeje të zezë, një frym i afrohet tek veshi. Është e akull, dhe i përshpërit butë me zë që si ngjan zërit njerëzor. Nuk mjafton do kthehem, dhe papritur ai zgjohet. Syt hapen me forcë. Por trupi është i mpir, krejt i rënd, sikur të mos i përkiste. Krahët nuk lëvizin, gjuha nuk bindet. Vetëm syt lëvizin duke kërkuar diçka apo dik që ndjeu aty. Dhoma duket njësoj, por ajri është më i ftohtë, shumë më i ftohtë. Këndet e dhomës janë më të errta se zakonisht. Tavani duket sikur pulson, dhe mbi qafën e tij ende ndihet gjurma e ftohtë e atij që e preku. Bestitnia thot: nëse mpihesh kur zgjohesh, vizitori nuk ka ikur, vetëm është fshehur, mbështillet në errësirë. Pret. Dhe herën tjetër nuk do të mjaftohet thjesht duke të prekur. Do marr diçka me vete.